I nderuar Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, zoti Edi Rama, të nderuar ministra, të nderuar pjesëmarrës, mirë se erdhët në bazën ajrore FARK. Jemi mbledhur për të prezantuar masat dhe investimet në mbështetje të strukturave të mbrojtjes civile në prag të sezonit të zjarreve, si dhe për të vlerësuar bashkëpunimin institucional dhe mbështetjen e partnerëve tanë ndërkombëtar. Për të hapur këtë aktivitet, ftojmë të mbaj fjalën e tij Ministrin e Shtetit për Pushtetin Vendor, zotin Ervin Demo. I nderuar Kryeministër, të nderuar kolegë ministra, të nderuar përfaqësues të forcave të armatosura, të përfaqësuar nga shefi i shtabit të përgjithshëm, të nderuar kryetar, të nderuar përfaqësues të institucioneve, po ashtu patjetër dhe përfaqësuesit e trupës zjarfikseve nga Kanadaja, të nderuar efektiv të mbrojtjes civile, të nderuar prefekt, të nderuar pjesëmarrës. Momentet e vështira tregojnë forcën e institucioneve, aftësinë për të reaguar dhe mbi të gjitha për të përgatitur. Mbrojtja civile moderne mbështetet në parandalim, gatishmëri dhe koordinim. Në Shqipëri, ndryshimet klimatike, temperaturat në rritje dhe zjarret më të shpeshta e bëjnë më domosdoshme forcimin e kapaciteteve, koordinimin dhe investimin e njerëzit. Kjo domosdoshmëri bëhet edhe më e qartë nga ajo çfarë po ndodh sot në vendet fqinj. Duke referuar vendet të ndryshme Bashkimit Evropian, Spanja dhe Franca, zjarre të mëdha të nxitura nga një val ekstreme të nxehtit, thatësira të cilat kanë detyruar evakuime masive dhe mobilizim të gjerë të forcave të emergjencës. Në këtë realitet, patjetër që roli i kryetarëve të bashkive dhe të gjitha agjencive të tjera është jashtëzakonisht i rëndësishëm, por duke filluar me bashkitë dhe sidomos zjarfiksave tanë në territor, të cilët janë forca e parë e reagimit. Forca e tyre është investimi direkt në sigurinë e qytetarëve. Një sistem modern i mbrojtjes civile ndërtohet çdo ditë, jo vetëm në emergjencë përmes trajnimeve, koordinimit dhe investimit të njerëz dhe logjistik, dhe në këtë drejtim ne vlerësojmë kontributin e Firefighters Without Borders nga Kanadaja për trajnimet që janë duke zhvilluar sot në bashki të ndryshme të vendit. Dhe unë do doja t'i falenderoja jo thjesht për kontributin në rritjen e kapaciteteve, por patjetër dhe për ndihmën që i ka dhënë bashkive në vend me elemente të cilët kanë të bëjnë me menaxhimin më të mirë të emergjencave në territor. Por asi sistem nuk është më i fortë se njerëzit që e mbajnë atë në këmbë. Prandaj krahas investimeve në kapacitete, kemi ndërmarrë edhe përmirësime të trajtimit financiar të efektive të zjarfikësve të forcave të armatosura, duke njohur punën, kushtet të vështira, orës shtesë dhe angazhimit tyre jashtëzakonshëm në këtë sezon. Dhe pikërisht me aktin normativ, patjetër të gjitha ato detyrime që kanë ardhur si lloj kontributit tyre, duke referuar orëve shtesë, tashmë janë të miratuara për të qenë një sinjal për sa i përket vlerësimit të punës jashtëzakonshme që gjitha këto struktura bëjnë në territor. Mbrojtja nga zjarret nuk fillon kur ndizet zjarri, por me planifikim, pastrim të zonave me rrezik, ndërgjegjësim të qytetarëve dhe bashkëpunimit institucional, mbi gjitha me një kulturë të qëndrueshme parandalimi. Ky është drejtimi jon, një mbrojtje civile më e fortë, një pushtet vendor më i përgatitur dhe një shtet që parashikon rreziqet jo vetëm të reagojë ndatyre. Prandaj ju falenderoj të gjithëve për përkushtimin tuaj, kurajon dhe duke investuar te ju ne investojmë në sigurinë e çdo familje shqiptare dhe në aftësinë e shtetit për të përballur me sfidat e kohës. Unë do doja të falenderoja po ashtu të gjitha strukturat, duke filluar nga ministrat përkatës, ministri i Brendshëm dhe ministri i Mbrojtjes, por të gjitha agjencitë të cilat sot që ne flasim janë totalisht fokusuara në përballimin e situatave të cilat mund të jenë dhe të paparashikueshme si lloje kushteve të motit. Faleminderit. Faleminderit, zoti ministër. Ftojmë ministrin e Brendshëm, zotin Besfort Lamallari, për të paraqitur masat dhe gatishmërinë e strukturave të emergjencave civile për sezonin e zjarreve. Nderuar kryeministër, nderuar kolegë ministra, të nderuar partnerë dhe të ftuar, rreth 3 orë larg nga këtu, ku jemi mbledhur sot, po zhvillohet prej ditësh një nga betejat më të vështira me zjarret masive në kontinentin tonë. Evropa po ndjek me shqetësim përpjekjet e Francës përballë një situate që ka vënë në sprovë kapacitetet një prej shteteve më të forta dhe zhvilluara të Europës.
Është një nga ato emergjenca që dëshmon se s'ka shtet sado i zhvilluar që të mos sfidohet nga zjarri dhe nuk ka institucion që mund t'i përballojë ato i vetëm dhe pa përgatitjen e duhur. Çdo verë është një sprovë e re edhe për ne këtu në Shqipëri. Dhe puna e përbashkët nuk matet vetëm me numrin e zjarreve që shuajmë, por megjithatë me ato që arrim të parandalojmë. Zjarri nuk pyet për kufi administrativ, nuk njeh orar dhe nuk fal neglizhencën tonë. Përkundrazi, kërcënon jetën, pronën, ekonominë, mjedisin dhe të ardhmen e komuniteteve tona. Prandaj, përgatitja për sezonin e zjarreve nuk është një ushtrim rutinë dhe as përmbushja e një detyre funksionale. Është shumë më shumë se kaq. Është një detyrim kombëtar dhe një provë e aftësisë së shtetit për të mbrojtur qytetarët. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Punëve të Brendshme e kanë trajtuar vijimësisht këtë sfidë me përgjegjësinë që kërkohet, duke mos pritur që emergjenca të ndodhë për të reaguar. Prioriteti ynë ka qenë dhe mbetet të ndërtojmë kapacitete përpara emergjencës. Në funksion të kësaj, gjatë muajve të fundit janë marrë masa konkrete në gjithë territorin e vendit, duke hartuar planet operacionale në të 61 bashkitë. Janë kryer mira inspektime teknike, forcuar sistemi i vojtimit dhe i monitorimit. Janë organizuar takime ndërgjegjësuese me komunitetet dhe përdoruesit e fondit pyjor. Është rritur koordinimi me policinë e shtetit për të goditur menjëherë çdo rast zjarrvënie të qëllimshme. Nga ana tjetër, dëshkimi në kodin penal për zjarrvënien është ashpërsuar deri në 15 vite burgim, në varësi të pasojave dhe rrethanave të veprës. Kush i vë zjarrin pyjeve, kullotave apo rrezikon jetën e qytetarëve, nuk sulmon vetëm natyrën. Sulmon sigurinë kombëtare dhe do të përballet me forcën e ligjit. Mbrojtja e Shqipërisë nga zjarret fillon me përgjegjësinë e gjithë secilit për nesh. Dhe emergjenca më e mirë është ajo që nuk ndodh kurrë. Prandaj, kemi forcuar gatishmërinë operacionale në të gjithë strukturën tonë. Kemi garantuar funksionalitetin e mjeteve, rezervat logjistike, pajisjet e ndërhyrjes, komunikimin në terren dhe dislokimin e forcave në zonat me risk më të lartë. Në bashkëpunim me prefektët, bashkitë, policinë e shtetit, forcat e armatosura dhe Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, kemi ndërtuar një mekanizëm shumë më efikas reagimi se sa vitet e shkuara. Të nderuar, ne dimë shumë mirë se përballja me ndryshimet klimatike nuk mjafton këtu vetëm gatishmëria. Duhet modernizim, teknologji dhe investime të vazhdueshme. Fakt është që ne kemi kërkuar dhe kemi rritur financimin vit pas viti për shërbimin zjarfikës. Kemi rritur pagat e efektive, kemi zgjeruar kapacitetet operacionale dhe kemi planifikuar investimin më të madh të viteve të fundit për rinovimin e flotës të zjarfikësve. Plot 130 mjeta të reja zjarfikëse të cilat do të financohen nga buxheti i shtetit. Si dhe kemi ndërtuar dhe mundësuar ndërtimin e 4 stacione të reja zjarfikëse në Prenjas, Mat, Patos dhe Mirdit. Me aktin normativ të buxhetit 2026, kemi shtuar dhe 227.7 milion lek për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, duke garantuar një trajtim financiar më dinjitos për efektivat që punojnë në orët shtesë, gjatë natës, në ditët e pushimit, si dhe në festat zyrtare. Nuk është thjesht një rritje fondesh, është një akt mbrojtje në punën dhe shërbimin që bëjnë zjarfikësit, të cilët janë gjithmonë në vijën e riskut. E rrezikut, kudo që të tjerët mundohen të shpëtohen, të largohen, zjarfikësit janë aty të parët për të përballur me situata emergjente, ashtu siç po shohim dhe dita ditës në çdo territor të vendit. Çdo automjet i ri, çdo pajisje moderne dhe çdo efektiv më i trajnuar do thotë shumë më tepër jetë të shpëtuara dhe më pak pasuri të shkatruara. Parat e shpenzuara në infrastrukturën e mbrojtjes nga zjarri janë në fakt investim për sigurinë kombëtare. Pavarësisht investimeve në kapacitete dhe burime njerëzore, ka edhe një të vërtet të madhe të pakontestueshme. Lufta kundër zjarrit nuk fitohet vetëm nga zjarfikësit. Gjithçka nis nga përgjegjësia e gjithë secilit, nga bashkitë, të cilat duhet të zbatojnë me përpikmëri planet e masave, nga institucionet që duhet koordinojnë dhe bashkëpunojnë pa vonesa dhe burokracia, nga bizneset që duhet të respektojnë standardet e sigurisë dhe mbi gjitha nga qytetarët dhe komunitetet lokale. Vullnetarizmi në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi nuk është më thjesht një koncept tërheqës i parashikuar formalisht në ligj. Vetëm javën e fundit certifikuan 100 vullnetarët e parë punonjës të shoqërisë aksionare të Ministrisë së Brendshme, Ilirian Guard,
të cilët pas përfundimit të trajnimit nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile do të jenë të gatshëm për të shërbyer kudo që është nevoja. Shumica e zjarreve në fakt nuk janë fatkeqësi natyrore, janë rezultat i neglizhencës apo edhe papërgjegjshmërisë njerëzore. Madje në shumë raste, për fat keq, janë edhe rezultat i veprimit kriminal. Në qendër të kësaj në qendër të gjithë këtij sistemi janë njerëzit tanë, efektivat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, forcat e armatosura dhe punonjës të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Ata janë njerëzit që ecën drejt flagëve, nuk kërkojnë duart rrokitjen, por vetëm mbështetjen që meritojnë. E kanë pasur dhe do ta kenë vazhdimisht. Me kushte më të mira pune, pajisje, logjistik dhe paga që shpërblen sakrificën e tyre të jashtëzakonshme. Sot mund të themi me bindje se Shqipëria është më e përgatitur se dje dhe plotësisht e gatshme për sfidat që na paraqet ky sezon dhe çdo vit që vjen më pas. Së bashku do ta përballojmë këtë sezon sfidues me profesionalizëm, disiplinë dhe bashkëpunim. Faleminderit për kurajën dhe shërbimin tuaj. Faleminderit zoti ministër. Ftojmë Ministrin e Mbrojtjes, zotin Ermal Nufi, për mesazhin e tij mbi angazhimin e forcave të armatosura në mbështetje të operacioneve të mbrojtjes civile. Nderuar zoti kryeministër, të nderuar kolegë ministra, të nderuar profesues të forcave të armatosura të mbështetjes vendor, kryetar bashkish, të gjithë personelit të angazhuar në situatën e zjarreve. Sot me gëzim dhe me kënaqëri them që mund të jetë në vitet më të mira për ballimin e situatës së zjarreve dhe për këtë jemi të gjithë krenar. Por kjo nuk është për shkak të rastësisë, as për shkak të fatit, kjo është për shkak të një koordinimi dhe një angazhimi të jashtëzakonshëm të gjithë strukturave që merren me menaxhimin e situatës emergjente, konkretisht në këtë rast situatën e zjarreve dhe për këtë jam mirënjohës të gjithëve. Republika e Shqipërisë sot është më e përgatitur dhe më e koordinuar se kurrë për të përballur me emergjencat civile dhe kjo detyrshmëri siç e thash pra nuk është fryt i rastësisë. Besoj të gjithë e mbani mend se sa sfiduesh ishte sezoni i shkuar në 2025, një intensitet shumë i lartë dhe një shtrihje shumë gjatë territoriale që vuri në provë të gjithë strukturat tona. Dëshmia më e mirë është se kur institucionet bashkëpunojnë dhe kur profesionalizmi e përgjegjësia vjet mbi çdo interes, ne jemi në gjendje të përgjigjemi me sukses sfidave më të vështira. Mirënjohje shumë të sinqertë për secilin efektiv dhe punonjës që kontribon në këtë sektor. Ajo që është vënë re që nga sezoni i kaluar është që kur kërkojmë planifikimin, koordinimin, gatishmërinë, investimet patjetër që janë të vazhdueshme dhe pikërisht këtë bindje kanë për të ndërtuar punën tonë për gjatë kësaj periudhe. Ndihma që ne kemi pasur nga të gjitha strukturat, tek AKMC, në koordinimin e punës, përdorimi i mekanizmit evropian të mbrojtjes civile, janë mjete efektive dhe të shpejta për përballimin e këtyre situatave. Në vëmendje të veçantë është kushtuar edhe njësive të qeverisë vendore, rritja e financimit për mbrojtjen civile, nga rreth 800 milion në vitin 2025 në 1 miliard lekë të planifikuara për vitin 2026, është një tregues konkret i angazhimit të qeverisë shqiptare për të forcuar kapacitetet aty ku emergjencat përballohen në vit të parë pranë komuniteteve, pranë bashkive. Për gjatë periudhës 1 qershor dhe 24 korrik të vitit 2026, janë evidentuar rreth 22 vatra zjarri me sipërfaqe të djegur ose të përshkruar nga zjarri dhe për menaxhimin e tyre janë mobilizuar të paktën 1120 forca operacionale. Dhe këtu përfshihen patjetër efektivet e zjarrfikseve, efektivet e policisë shtetit, FNSH-s, forcat vullnetare, bashkitë, shërbimet pyjore, punësit të administratës rajonale, si dhe efektiv të forcave të armatosura. Të nderuar pjesëmarrës, fjalën time unë duhet ta mbyll duke falendëruar në mënyrë të veçantë të gjithë punonësit, duke filluar nga zjarrfiksit në bashki, te koordinimi i prefektëve me kryetarët e bashkive dhe me gjithë strukturat në rang prefekture çdo ditë. E më pas tek AKMC-ja dhe forcat e armatosura, si dhe ata efektiv të cilët ditë për ditë shkojnë dhe përballen me situatën e zjarreve, emergjencave civile, por edhe ata të cilët bëjnë ndërhyrje të vështira nga ajri dhe për cilët sot jemi nga dëshmëri absolute një nga vitet më të mira. Faleminderit shumë për punën tuaj, faleminderit shumë për gjithë angazhimin tuaj dhe sukses. Faleminderit zoti ministër. Të nderuar të pranishëm, për fjalën përmbyllëse, ftojmë kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama.
të nderuar dhe shumë të respektuar zjarfikës efektiv të forcat armatosura, drejtues të bashkive dhe të emergjencave civile, si edhe miq të Firefighters Without Borders. Thank you so much for being here with us. We appreciate it a lot. Dhe faleminderit edhe të gjithëve ju. Dhe dua ta nis këtë fjalë duke kujtuar që teksa ne jemi këtu të mbledhur në këtë hangar të helikopterëve në Francë dhe në Spanjë, mbi 320.000 njerëz i kanë lënë shtëpitë e tyre deri mbrëm. Dhe vetëm në orët e fundit, 55.000 banor janë evakuar nga zona përreth Bordeaux, ku flakët kanë hyrë deri në përlagjet e periferisë. Në Spanjë, 60.000 njerëz kanë ikur nga zjarri në Sierra Oeste, që thuhet se është zjarri më i rëndë që ka njohur ndonjëherë Madridi në historinë e vet. Dhe vetëm në Francë, vetëm në territorin e Girondes, hektarët e djegur kanë kaluar shifrën 200.000. Një sipërfaqe sa për të krijuar një ide më e madhe se sa Bashkia e Tiranës. Kolegët tuaj francezë dhe spanjoll janë në një front ferri prej ditësh. Jam i bindur që i keni parë të nxirr nga bloza të shtrirë për tokë buzrrugës me kokat e mbështetura mbi helmeta në pamje të paimagjinueshme të sakrificës njerëzore në shërbim të jetës dhe të natyrës. Dhe po ashtu unë jam i bindur që askush nga ju që i jeni përkushtuar këtij profesioni nuk i shikon ata si të huaj dhe nuk i sheh ato lajme si lajme nga bota. Sepse ajo është pamja e një lufte të përbashkët, në një klimë të përbashkët, gjatë sezonit të një vere të përbashkët. Dhe kur sheh qindra mijëra njerëz që ikin të lemerisur me çfarë ju gjendet mundësia të marrin e përduar, është njësoj sikur të shohësh njerëzit tanë për shkak se rreziku dhe sfida është e njëjtë. Prandaj unë dua që edhe me lejen tuaj nga kjo sallë t'ju përcjell një shprehje të solidariteti të gjithë kolegëve tuaj në Francë dhe në Spanjë. Ne kemi bërë edhe në të shkuarën, fal jush, dhe jemi gati ta bëjmë përsëri nëse na kërkohet, të japim ndihmën tonë modeste në kuadër të Bashkëpunimit Evropian të Mbrojtjes Civile dhe të përgjigjemi në rast se na kërkohet, siç jemi përgjigjur edhe vjet, edhe par vjet, edhe më parë kur fëmijët tanë kanë qenë
në hall të madh dhe siç na janë përgjigjur edhe miqt europian edhe fqinjët tanë kur ne kemi qenë në të njëjtin hall. Sepse zjarri nuk njeh kufi, siç e dini ju më mirë, por edhe solidariteti i njerëzve që luftojnë kundër zjarrit nuk njeh kufi. Dhe këtu kemi një shembull kuptimplot të prekshëm të miqve të Firefighters Without Borders, të cilët janë këtu nga Kanadaja. Dhe dua t'i falenderoj në mënyrë të posaçme sepse fal edhe një bashkëpunimi me njerëz tanët në Kanada, ne kemi një lidhje të fortë dhe ata nuk janë kursyer dhe nuk kursehen, duke ardhur këtu të pranishëm dhe duke trajnuar njerëzit tanë në përbashki. Dhe ajo që i sjell këtu nga Kanadaja është pikërisht ajo që i bën bashk psikologjikisht të gjithë njerëzit që luftojnë me zjarrin kudo qofshin në Europë apo në çdo kontinent. Dhe sot jemi të qartë të gjithë që zjarret e mëdha nuk janë më një përjashtim për i një vendi apo i një vere të keqe. Janë rregulli i një klime që përfundimisht ka ndryshuar dhe ajo që po ndodh këto ditë në Francë dhe në Spanjë nuk është diçka që na bën të pyesim po a mund të ndodh edhe tek ne, por vetëm të pyesim sa të përgatitur jemi kur të ndodh. Natyrisht në proporcione të tjera, por patjetër që Shqipëria është shumë më e vogël dhe nuk ka luksin të humbasi asnjë hektar pyll. Dhe gjithçka që kemi bërë këtë vit ka qenë pikërisht përgatitja. Është njësoj si një skuadër që përgatitet për kampionatin botëror në verë, duke u stërvitur gjatë gjithë vitit. Dhe ky sezon do të jetë një provë për çfarë jemi përpjekur të përmirësojmë, çfarë jemi përpjekur të përgatisim për të pasur një performancë më të mirë dhe çfarë jemi përpjekur të organizojmë për të qenë një trup i vetëm, pavarësisht se në këtë ushtrim bashkohen trupa të ndryshme nga pushteti qendror te pushteti vendor, këtu janë dhe një pjesë sekretarët bashkive, nga forcat armatosura te policia e shtetit, tek emergjenca civile dhe patjetër tek shërbimet e mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit, qoftë në qendër, qoftë në territor. Dhe kjo provë kërkon përgatitje dhe sa më pak improvizim. Kërkon disiplinë, kërkon koordinim dhe patjetër dhe investim të pandërprerë. Dhe ne këtë kemi bërë, jemi përpjekur. E reja e këtij viti është që Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, i cili vjen nga eksperienca e bashkisë dhe një eksperiencë për hir të vërtetës nga më të suksesshmet edhe në këtë drejtim, ka luajtur rolin e koordinuesit të gjithë këtyre forcave, në ndërkohë që kemi sot në dispozicion kapacitetet teknologjike më të mëdha që kemi pasur ndonjëherë, me 4 helikopter të gatshëm, të cilët në çdo moment të nevoje mund të bëhen 6, sepse helikopteret operacional janë 9, por kanë edhe
misionet të tjera, si misionet e shpëtimit, si misionet për shëndetin, ndërkohë që kemi mbyllur procedurën për 3 avion, të cilët do të vinë në fund vitit, por në ndërkohë dhe do të jenë pronën e shtetit shqiptar, por në ndërkohë kemi një proces të dakorsuar që në momentin e një nevoje të veçantë kemi në dispozicion edhe avion që vinë nga pikërisht ajo bazë ku po përgatiten dhe do të bëhen gati avionet e rinj që do të merren në fund të këtij viti, pasi gjithçka ka përfunduar si procedurë. Megjithatë, ne e dim shumë mirë që në qendër të këtij sistemi nuk janë makinat, nuk janë dronat, të cilët po ashtu do të përdoren në mënyrë specifike me një sistem të ri këtë vit. Janë njerëzit që veshin uniformën, janë njerëzit që dalin teren pa pyetur për orarin, për temperaturat apo dhe për rrezikun. Dhe pas çdo njërit prej jush ka njerëz në shtëpi që presin në ankth telefonatën që çdo gjë shkojë mirë. Ka një nën, ka një bashkëshorte, ka një baba, një vlla, 2-3 fëmijë që çdo mëngjes thonë kujdes, ru, dhe pastaj në çdo moment kur dinë se ju jeni në mes zjarrit, mezi presin të marrin vesh që çdo gjë shkojë mirë. Dhe unë dëshiroj shumë që sonte kur ju të ktheheni në shtëpi, ju thoni atyre që ne ju jemi shumë mirënjohës dhe që një Shqipëri e tërë ju falenderon paraprakisht, duke ditur që ju përsëri do të jeni heronjtë e sezonit veror. Dhe nga ana tjetër dua të dini se kjo nuk është një mirënjohje me fjalë, por është një mirënjohje dhe respekt që ne jemi përpjekur të vazhdojmë përpiqemi ta shoqërojmë me mbështetje konkrete. Prandaj kemi punuar çdo vit, si edhe këtë vit, kur edhe kapaciteti i zjarrfikseve është rritur dhe do vazhdoj të rritet, për të investuar në logjistik, për të investuar në pajisje, në trajnim, në koordinim, që ju të jeni gjithmonë më të gatshëm deri në detaje profesionalisht. Dhe prandaj do vazhdojmë të investojmë në modernizimin e shërbimit, të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, për kushte më të mira, për forcimin e bashkëpunimit me partnerët dhe sigurisht edhe për pagën tuaj. Këtë herë unë i kam propozuar qeverisë që të gjitha forcave që i përkasin Ministrisë Mbrojtjes dhe të përfshihen në këtë proces të shpërblehen me një herë, jo në fund, me një pagë ekstra, dhe në ndërkohë ju bëj thirrje bashkive që të bëjnë të njëjtën gjë për trupat e tyre në territor dhe ta bëjnë këtë me një herë, pa pritur që të mbarojë gjithë beteja, sepse ajo pastaj është një pjesë tjetër. Kështu që duke shprehur të gjithë këto konsiderata të merituara për ju, dua të shpreh edhe një thirrje për të gjithë njerëzit që të bëjnë kujdes. Ne e dim shumë mirë që zjarret nisin nga gjëra të vogla, zjarret nisin nga një cigare hedhur nga makina, zjarret nisin nga një
hi që nuk është shuar mbas një pikniku, zjarret nisin edhe kur askush nuk do që të ndodhi, pa haruar që ato nisin edhe kur ka qëllime të liga, apo kur njerëz me çrregullime psikologjike i vën zjarrin një territori. Dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme puna e policisë shtetit, puna parandaluese, vëzhgimi në territor dhe shfrytëzimi i teknologjisë për të identifikuar zjarrvënësit. Gjë që është bërë më mirë se asnjëherë vitin e shkuar, po gjë që ne presim bëhet edhe më mirë në këtë sezon. Dhe në mbyllje, dua të them që jam shumë vetëdijshëm që fjalët nga kjo foltore janë shumë të lehta për t'u nxjerrë, ndërkohë që jeta nën uniformën e zjarfiksit është shumë e vështirë se sa çdo fjalë që mund thuhet. Pa llogaritur pastaj kur ajo uniformë është në mes të flakëve. Dhe ne nderojmë shumë këtë. Unë uroj shumë që sezoni të jetë sa më i qetë, të ketë sa më pak emergjenca, por nga ana tjetër ne e dim shumë mirë që kjo është e vështirë të parashikohet dhe çdo minutë mund të ndryshojë gjithçka. Dhe në çdo minutë jeni ju që merrni zilën e parë dhe duhet të niseni për në vatrën e ferrit. Por duhet ta dini që në çdo moment kur ju jeni përballë flakëve, ne jemi bashkë me ju, mirënjohës dhe admirues të sakrificës tuaj, e patjetër edhe pastaj të vetëdijshëm për faktin që për çdo gjë që ju e bëni më mirë, për gjithçka që ju bëni më shumë, ne nga ana jonë duhet bëjmë për ju më mirë dhe më shumë. Një vend nuk mbrohet vetëm nga ligjet, as nga muret, një vend mbrohet nga njerëzit, mbrohet nga zemra e tyre, dhe nëse një vend ka nevojë për të parë shëmbulltyrën më besnike të zemrës që mbron organizmin e vendit, kjo shëmbulltyrë është shëmbulltyra e zjarfiksit. Shumë faleminderit gjithëve, me shumë respekt. Faleminderit, zotë kryeministër. Me këtë mesazh mbyllim dhe aktivitetin e sotëm. Ju falenderojmë për praninë dhe ju urojmë punë të mbarë.